pyetjen. Pyete pak avokatin rreth çështjes që tha për Dritan Goxhaj në protestë e ka thënë tek kanali me Çakun thotë. Për çfarë bëhet fjalë për Jam shumë i saktë ai thotë një të vërtetë dhe unë e falenderoj. Po. Dhe unë e falenderoj. Po. Dritan Goxhaj zotëri atë ditë që ata më lëvizën mua me gjithë karrike, se unë kam gjërat konkrete, kam thënë nuk guxoj të them gjërat pa vërteta. Vajta dhe i thash Dritanit që drejtonte ai në atë moment grupin e këtyre mikrofonave. Dhe i thash Dritan, se që ta dini, babajin e Dritanit unë e kam kushëri të dytë. Nënat kushërat para. Dritani është Nagolëm i Gjirokastës me origjinë, është i biri i Dilaverit. Dritani zotri atë ditë që mua ata më lëvizën me gjithë karrike dhe kërcënua dhe të më qellonin, po vetëm fal imunitetit si avokat nuk guxuan ta bënin gjë të tillë, edhe për opinionin atje. I tha si e ka mbiemrin ai i liri që më lëvizi mua karriken, Dritani më ka kthyer këtë përgjigje. Ai është njeriu im, tha. Faleminderit, i thash u prezantuam bashk. Këtë kam thënë për Dritanin, këtë them dhe këtë do them. Dritani është komunist dhe të thotë jo po deshi. Vetëm këtë qëndrim keni për Dritanin? Po, s'kam tjetër. Vetëm për këtë arsye. S'kam arsye tjetër. Më shumë nuk kam pse të flas sepse nuk i takojnë kësaj bisede dhe këtij emisioni dhe këtij qëllimi. Jo, patjetër, nuk është ne kemi qëllim, ne shkuam pak më lart atë. Nuk ka. Por ta marr vesh ai pse kanë folur kundër Dritanit. Dhe fakti që më kanë ndjekur dhe të cakua vërteton që shqiptarët më dëgjojnë dhe unë i falenderoj. Po më shumë falenderoj këtë zotëri që më bëri këtë pyetje. Të falemnderit zotëri. Se ja të vëmendshëm dhe të interesuar njerëzit, janë shumë të hedhur për vërtetën. More prat zot se unë jam besimtar te Zoti. Prat zot e falenderoj me gjithë shpirt se këto pyetje bëjnë që të llagarohen ujërat e trubullta. Ja këtë nder më ke bërë zotëri. Më ke zbardhur faqen për një çështje që njerëzit e kanë dëgjuar, po nuk e dinë të vërtetën. Unë ua thash të vërtetën. Dritani po ka në gjë kundër dhe dal ball për ball me mua. Unë jam burri i debatit në tavolinë. E keqja është Izraeli e gjithë botës, jo vetëm e shqiptarëve, ka drejt avokati, goditja duhet i jepet Izraelit, thotë dikush tjetër me koment. Është i ka mend në koka, i pas ka mend në koka, i shef se ç'po bën Izraeli. Po pse avokat Ore nga s'mos sa të duash, të shpjegojmë pak situatën tani. Po, më thuaj. Pse do ta shohim si armik Izraelin? Domethënë me Shqipërinë dhe shqiptarët, ndërkohë që po vjen, po investon. Ka marr spitalet, kush ta që po investon? Me Zvërnecin, Sazanin. Pse nuk e shohim si investim siç e thot qeveria jonë? S'është investim zotëri. Po ma shpjegoj, nuk është investim. Po ta them unë, është plani që kanë pasur që në 1923-shin. Një, e dyta. Ku është plani? Urdhë? Ku është që është plan? Po ç'duan ata në Zvërnec edhe në Sazan, përse? Dhe çfarë do investojnë? Përse u bë aeroporti i Akarnis në Vlorë? U bë për interes Izraelit, do vinë aeroplanët izraelitë aty mbajini mend. Do vinë aeroplanët izraelitë që do t'u djegin me napalm, po e kundërshtuat ndonjëri. Por nuk po them këtë që Izraeli sot zotëri është shtet genocidist, shtet kriminal, shtet ultrafashist edhe nazist. Pse e kam unë inat Izraelin? Do t'ua them, nuk e kam inat. Unë e kam armik. Dhe armikun patjetër që nuk e ke qejf. E kam armik për arsye sepse Izraeli ka vënë agentët e tij këtu në Shqipëri që të shtrembërojnë historinë. Ata Ana Cohen që ka qenë në Vlorë, është lindur e rritur në Vlorë. Ajo që tha për Vlonjë. Ju të detyruar, të nderuar qytetarë shqiptar e njihni e keni dëgjuar. Fal. Dhe pacipsisht ajo vetë thotë që në vitin 1500 thotë, Vlora ka pasur 90% hebrej, qifut dhe 10% shqiptar. Kjo i thotë të tëra. Këtu buron urrejtja ime për Izraelin. Këtu buron inati im me ta. Do marrëm ambasadoren izraelite që është në Tiranë, që tha erdhën edhe hoqën flamurin, bëri një skenim të turpshëm, Turp TV. Turp TV, një skenim të turpshëm se personi që hoqi flamurin duket në video që u fut prap brenda ambasadës. Ku t'ja thot ajo ato? Harron që ka kamera sigure jashtë dhe ja kanë filmuar të tëra. Ja këto bëjnë izraelitët. Pra, për këtë i kam inat. Pra, ju lidheni me gjëra se çka ka ndodhur jashtë, pushtime që ka bërë Palestinën, Gazën, vende të tjera. Po ndërkohë që në Shqipëri nuk po vinë atë lloj forme, po vinë investime. Jo, zotri. Ore në Shqipëri sjell si investor që ai
spioni që kemi në brenda, tradhtari që kemi brenda që kemi bërë kryeministër, ai është çifut. E dini që çifut Edi Rama apo se dini njëherë? Dhe të dal, po i them dina kanali i piskut këtu që po flas, të dal po është burr të thotë që nuk jam çifut. Dhe të dal. Çfarë të keqe ka nëse është çifut? I një çifut të ti, e di politikën dhe veprimtarinë e çifutëve? Çifutët për vetë tyre kanë një gjë që unë ua kam zili, kanë lidhje të pat kontestueshme në të gjithë botën. Çifutët edhe shteti izraelit është krijesë e Rothschildit. Rothschildi zotëri i futin fillim në një resort, kështu u tha atëherë në një resort, forti disa qendra njerëz dhe mbas 2 vjeç ata u bën disa mira. Kështu do vinë dhe në Shqipëri, mbajnë mend se çu them. Dhe i sjell Edi Rama. Ndaj u them ngreuni dhe mos leni izraelit të hyjnë në tokën shqiptare, se vjen si pushtues, nuk vjen si investitor, më u vaf të goja këtej juve dhe mua bashkë. A nuk janë ata miqtë e shqiptarëve për atë? Absolutisht jo. Që shqiptarët i kanë mbajtur. Jo, janë mosmirënjohës ata, është kombi më mosmirënjohës. Dëgjoj. Do të ta them, do bëj një krahasim që do qeshin shqiptarët. Ne kemi ca kafshë shtëpiake që i duam shumë. Kemi dhe qënt dhe macet. Qenit, kur i bën një të mirë, edhe mbas 20 vjetësh vjen edhe të afrohet të lepin këmbët. Vurin i re macës. Macës i hedh të haj, merr çaj ke dhënë ti dhe kërcet e iken dhe nuk të afrohet. Pra, izraelitët janë si macja. Ta konsiderojnë detyrat që u jep dhe konsiderojnë nuk konsiderojnë asnjë detyrim karshiteje. Shikojnë vetëm interesin e tyre. Ka mbaruar ajo punë, vetëm interesin e tyre. Deklarata e Ana Cohen dhe veprimi i ambasadores izraeliti në Tiranë vërtetojnë 4 cipërisht këto që them unë, këto që di unë, se imagjino sa të tjera janë poshtë rrogozit edhe në përzyrat e çifutit Edi Rama. Izraeli është fuqi planetare, s'ke frikë avokat që i del hapur? Dhe të vinë të më vrasin ja këtu dhe tani më këm do dal. S'kam frikë. Unë frikë kam vetëm Zotin. Izraeli ka pushtuar Amerikën zotëri. Gjithbotën. Amerikën një Shtetet e Bashkuara i komandon Izraeli. Këtë të dinë shqiptarët. Unë mendoj që avokati me fuqinë që duhet të duhet të ngrej një fjalë të përditshme, thot një podcast të vetin, të tregojë të gjitha të vërtetat mbi influencën e Izraelit, Amerikës, masonëve që kanë kapur Shqipërinë nëpërmjet marionetës. E para, faleminderit shumë zotëri. Më ndihmon dot që ta ngrëm një podcast, hajde se unë adresën e kam të Shallvaret. Por nuk kam para, se ju mendoni se me që jam avokat jam dhe sekser. Jo, unë jam avokat, nuk jam sekser, jam fukara. Unë kam një familje prej 4 vetësh dhe punoj vetëm unë. Dhe nuk kam fuqi ekonomike që të ngrë podcastin. Të tjerat, ambientin e kam. Ambientin e kam, e kthej zyrën, se kaq më duhet, sa ambienti që jemi këtu. Një ambient të tillë e kam dhe e bëj kur të duash. Problemi është që unë nuk kam para ta bëj. Dhe duhet të ketë sponsora. Hajdeni ta bëjmë. Doni të bëjmë podcast që të flasit për ditë.